gjas nisi edhe sa. Deputetët konstaton se në sallë jemi 111 deputet, andaj mund të vazhdojmë ku kemi mbetur të pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11 dhe 13 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati kuorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një kandidat për antar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?